Jemi. Erdhën dhe Olsi Nika dhe Besiana Guri kanë ardhur në studio si triumfues, si fitues të çmimit të parë në fakt që vjen në Shqipëri sa i përket mbrojtjes së mjedisit. Le të themi që janë bërë shqiptarët që kanë frymëzuar botën sa i përket mbrojtjes së kauzave dhe mjedisit. Aprovon Olsi. Mirëmëngjes, mirëse. Faleminderit. Ne komplimentet ja u bëm edhe më përpara dhe në fakt personalisht jam gëzuar pafund për këtë lajm. E thash edhe pak më herët që unë kam menduar që media ka qenë një aleat i mirë i nismës tuaj dhe arritjes deri këtu, që kështu bëhet shumë qefi që në një farë mënyrë i keni dhënë një lloj shpresë të gjithë shqiptarëve që mund t'ja dalin në nismat edhe në synimet e tyre. Tani më tregoni pak për eksperiencën që tek ftesa, marrja e çmimit, gjithashtu më trego pak Olsi. Çmimi Goldman për mjedisin konsiderohet si çmimi i madh në fakt, është një çmim konsiderohet si Nobeli i mjedisit. Është një çmim që jepet prej 36 vitesh dhe çmon veprën e njerëzve, e organizatave, po përgjithsisht të njerëzve, sepse është individual në fushën e mbrojtjes së mjedisit. Dhe është një çmim që ka ca specifika, sepse nuk është se ti aplikon për ta marrë të çmim, por të ndjekin. Nominohesh nga njerëz që ti nuk i njeh fare, dhe kështu ndodhi edhe me ne. Dhe pastaj ka një proces të tyre të përzgjedhjes, të evidentimit të fakteve. Në fund pastaj merr vesh, në fakt merr vesh edhe kjo si procedurë shumë interesante, sepse merr vesh nga një telefonat, vjen nga Amerika dhe thotë ju jeni fitues i çmimit Goldman. Tani më thoni pak për këtë momentin e kësaj telefonatës, se ndonjëherë kur merr telefonata kështu to është një mashtrim që pra nuk ju kanë thënë që i keni qenë të nominuar, thjesht ju morën dhe ju thatë fituat. Po ku fituat? A keni dëgjuar për këtë çmim? Po, kemi dëgjuar. Ju jeni fituesi për 2025 për Europën. Si ishte ai momenti? Ishte kështu, po bëni shaka, është vërtet? Fituesi ishte një telefonat, që rreng mbase se në moment duket pak e pabesueshme në fillim, se duhet pak sa ta ambientohesh edhe me lajmin. Dhe më pas si arritët ta përjetonit mes jush, mes gjithë ju aktivistëve, me gjithë juve që e patët si synim dhe vazhdon ta keni, sepse le të themi që nuk ka përfunduar këtu me marrjen e këtij Nobeli, me këtij vlerësimi. Çmimi është një vlerësim në mes të punës, sepse ne jemi edhe goxha të rinj dhe kemi besoj kohë për të punuar, pavarësisht që aty bashkë me ne ishte edhe sepse çmimi funksionon që i jepet personave nga secili prej kontinenteve. Dhe aty bashkë me ne në grupin e fituesve të 2025 ishte edhe një 82 vjeçar nga Mongolia që përfaqësonte Azin, kështu që ka kohë ende. Dhe çmimi është një vlerësim i punës së deri tanishme, mendoj unë. Çfarë do të thotë ky çmim për ju? Çfarë do të bëni tani? Patjetër një përmbushje, është një vlerësim. Në fund ditës është një krenari dhe del përtej nesh, besoj se është edhe për Shqipërinë, se është për herë e parë që dy shqiptar marrin një çmim të tillë. Por është edhe një përgjegjësi për të vijuar më tej punën për mbrojtjen e natyrës. Tani si ka nisur aktivizmi juaj në mbrojtjen e Vjosës? Si ka qenë ndoshta protestet e para, fushatat e para që ju keni ndërmarrë këtu e 12 vite mos gaboj? Ka qenë nga zero praktikisht, nuk është se kishte një fushat të ngritur kur ne filluam. E filluam si një punë çdo, një organizatë mjedisore, një projekt mjedisor, për një lumë që as ne nuk e dinim në atë kohë sa i rëndësishëm ishte dhe kush ishin vlerat. Dhe kur dodhja e përfshirja më pas, që përfshin edhe emocionet edhe... Po besoj në 2014, kur ne lançuam publikisht atë në Vjos, buz Vjosës, një nga konferencat për shtyp, të dy e dinim që me këtë lumë ne do kishim punë gjatë. Dhe që ja vlente, do me thënë, që të punoje për të. Por besoj me kalimin e kohës, e kupton dhe më shumë rëndësinë edhe kur je në kontakt me shkencëtarët, që sa vjen edhe vetëm nxirrnin dhëna të reja, je në kontakt me njerëzit që tregojnë sa rëndësishëm është për ta dhe se si nuk e imagjinojnë dot jetën pa Vjosën, sepse kanë lindur, janë rritur. Sa i madh ka qenë skepticizmi të tjerëve krahas jush, pra për punën që ju po bënet? Ka qenë. Se mendoj që një pjesë e madhe nuk e dinin që ju mund të mbrinte deri këtu në këtë pikë, kjo nisëm që ju keni marrë. Skepticizmi ka qenë shumë i madh, sidomos në kohën kur ne kemi filluar flite që hidrocentralet ishin një gjë e mirë, kishte një plan për diku te 45 ecën gjithë Vjosën edhe
një e mirë për kombin, pra kishte një tjetër koncept për mënyrën se si duhet zhvillohet Vjosa dhe nuk ishte e thjeshtë që të shkojë komplet kundër rrymë dhe thoi jo, ne duam të ndalojmë këto hidrocentrale, po ndërkohë duam që ta mbrojmë atë si park kombëtar. Pa të njerëz që ju kërkon të dorëzojnë, besoj se ka pasur pafund gjatë kohës. Lerni në mes nuk të dini. Njerëz ka pasur dhe vendime nga qeveria që shpesh herë na kanë ulur në gjunjë, si themi, dhe jemi ngritur prapë. Ka bërë në një farë mënyrë që të dorëzoheni, por ju keni treguar të kundërtën. Ka pas kërcënime të tërthorta? Jo, nuk do thosha tashi. Të tërthorta? Nuk do thosha, nuk besoj. Nuk besoj sepse gjithë fushata është ndërtuar mbi një mesazh shumë pozitivist që nga fillimi. Edhe targeti ynë nuk ka qenë asnjëherë, po themi, kompanitë që ndërtojnë hidrocentrale apo kompanitë që shfrytëzojnë burimet në tërësi, ka qenë gjithmonë vendimarrja. Ka qenë gjithmonë vendimarrja sepse ata janë ata që ne na përfaqësojnë interesat e publikes, po themi, e të mirës publike, dhe nuk është se kemi patur kërcënime, apo përkundrazi kemi patur më shumë respektin edhe të kundërshtarëve. Kur ishte ajo pika e kthesës, Olsi, që ju u bindët që kjo gjë që ju po bënit vërtet po merrte shumë zë? Një moment mbase specifik që i dha shumë zë? Ka patur disa, domethënë fushata ka qenë gjatë gjithë kohës një rrugë zigzake me ulje ngritje, ka patur disa momente që kanë ndryshuar rrjedhën. Besoj që një nga momentet më të rëndësishme që kanë ndryshuar rrjedhën e gjës ka qenë vendimi i gjykatës administrative për anulimin e një kontrate koncesioni për hidrocentralën e Poçemit. Momenti i dytë që ka qenë po ashtu interesant në këtë ndryshim ka qenë ndërkombëtarizimi i çështjes së Vjosës, sidomos publikimi, pastaj postimi Leonardo DiCaprios ka qenë një mbështetje shumë e fortë që edhe ajo ka bërë ndryshimin, derisa pastaj, domethënë ajo e bëri të mundur që të jetë akoma më shumë e madhe si. Fushata kishte marrë besoj rrugën e pakthimit, kur më në fund 2021 dhe qeveria u detyruar që ta pranojë këtë si një realitet të mundshëm. Dhe ka qenë një postim, mos gaboj, kryeministrit Rama në 2021 që ne nuk do ndërtojmë hidrocentralen në Vjosë, po do shikojmë një zhvillim ndryshe. Megjithatë dhe nga ai moment deri në shpalljen park kombëtar ka pas shumë ulje ngritje, sepse ju e dini u shpall një herë gjysma vetëm si park natyror, vazhdua dhe më tej derisa në 2023 më në fund u shpall park kombëtar. E kishte të një si lloj triumfi tuaj këtë Besiana kur u shpall si park kombëtar? Pallja, ka qenë një nga momente më të mëdha, si pas asaj të vendimit gjykatës, ka qenë një gëzim shumë i madh për gjithë ne. Patjetër. Shpallja e parkut kombëtar është realizimi i një pune dhe një betejë për 10 vitesh. Edhe dita e shpalljes ka qenë, si thuash, dita e martesës që gjithë njerëzit telefononin dhe uronin. Pra ka qenë një eveniment shumë i madh dhe shumë i rëndësishëm për gjithë ne. A keni shkuar, jeni rikthyer për të folur atje me qytetarët e zonës? Çfarë ju thon ata? Mirënjohja dhe përkraja e tyre. Ne jemi në kontakt gjithkohës, edhe tani sa të iki për aty. Sepse edhe shpallja si park kombëtar është një moment triumfi, por nuk është fundi i historisë. Është fundi i këtij kapitulli gjatë, vështirë, për të bindur vendimarrësit që mund të Po që si duket si një lloj mbrojtje deri tani, domethënë. Ka një mbrojtje ligjore, patjetër, edhe ligjërisht për bërë një nivel më të mirë mbrojtjeje, por që betejë për mbrojtjen efektive në terren vazhdon, sepse problematika presione jo mbi Vjosën, por tashmë mbi parkun kombëtar të Vjosës janë evidente. Janë përgjatë Vjosës, janë në deltën e lumit Vjosës, gjithë to që shfaqen her pas here në këto rendera 3D si projekte që do na sjellin begatin në mega resorte turistike që janë në zemër të zonave të mbrojtura dhe të zonave më të ruajtura natyrore, pa çka se mund mos jenë të mbrojtura me ligj. Dhe një prej tyre është delta e lumit Vjosës, aeroporti që po ndërtohet pikërisht në zonë mbrojtur, edhe pastaj të tjera. Kështu që nuk është historia vetëm e shpalljen e një vendimi, dhe besoj që edhe ky çmim duhet të jetë një mesazh apo një thirrje ndërgjegjësuese për më shumë seriozitet edhe për qeverinë, që ta marrë seriozisht mbrojtjen efektive të lumit të Vjosës. Po këtu do doja të dalesha pas këtij çmimi juve, çfarë keni në plan tashmë, çfarë mund të jenë pikësynimet e juaja të radhës, që mund të jenë edhe nisma të zëshme? Domethënë ne kemi nisur pas shpalljes së Vjosës patjetër me një tur edhe takimi, edhe falënderimi, por edhe
qartësimi me gjithë banorët, se çfarë është parku, ku shtrihet, çfarë do të thotë për ta, cilat mund të jenë kufizimet e pritshme, dhe kemi bërë këtë tur, dhe kemi marrë nga ata edhe, po themi, gjithë inputin që ka të bëjë me problematika që ata i hasin në terren. Pastaj kemi qenë pjesë sigurisht edhe hartimit të planit menaxhimit të Parkut Kombëtar të Vjosës, dhe pastaj kemi bërë edhe një vlerësim të presioneve që parku ndesh. Presione që vinë nga industria nxjerrëse përpunuese, nga marrja e inerteve, devijimi i ujit, ndotja, turizmi është gjithashtu një, ndoshta nuk është shumë evident tani, por është potencial si një nga presionet që mund ta kërcënoj. Sepse ju keni të rëndësishme për ruajtjen e të florës dhe të faunës. Po, parku kombëtar për këtë shpallet, ky është qëllimi, që të ruaj natyrën. Dhe pastaj mund edhe të akomodoj aktivitete që sjellin përfitime, të cilat duhet të shpërndahen në komunitet. Pra nuk flasim për mega në resorte turistike. Dhe ky është synimi. Pra synimi i radhës është që një, Vjosa të menaxhohet në mënyrë efektive në terren, 2, të shikohet mundësia për zgjerimin e parkut Vjosës, sepse është një park pa dashur të kaloj në çështje teknike që ka nevojë për zgjerim të zonës përreth parkut. 3, të përfshihet ndoshta delta e lumit Vjosës brenda parkut kombëtar, dhe 4, Vjosa mund të jetë një park ndërkufitar kombëtar, dhe ne punojmë së bashku me kolegët në Greqi për të arritur këtë. Jemi në rrugë shumë të mirë, sepse ka sinjale pozitive, ka vendime edhe nga qeveria greke që një pjesë e lumit Vjosës që e degëve, domethënë që nuk është përfshirë si park kombëtar, tashmë është marrë një vendim që do të jetë zonë e mbrojtur, pra është me shkallë edhe kjo, po është një punë që synohet. Do të vazhdohet, po. Pra nëse kemi bërë 12 vjet për të bindur qeverinë tonë që ka gabim me ndërtimin e hidrocentraleve, ndoshta mund na duhen dhe tani ju keni bindur botën për ruajtjen e mjedisit, dhe është pastaj afërmës që Shqipëria duhet të bindet që duhet ta mbrojë mjedisin edhe parqet kombëtare, dhe patjetër të mos bëhet as dëmtimi i florës dhe faunës, po as ndërtime më pas që mendohet të bëhen aty afër. Nuk po e prekim parkun, po bëjmë aty afër. Këtë gjë që e the dhe ti, Olsi, që automatikisht është pjesë e ndikimit tek parku kombëtar. Por ndërkohë, unë do doja të dija ndonjë moment tuaj tek ajo sapo morët vlerësimin. Çfarë thatë njëri tjetrit për shembull? Thatë ndonjë kështu na ndal në një detaj. Tash po na pëlqen shumë këtu kjo skenë. Nuk po bëhet tiki. Pra ishte një eksperiencë shumë e bukur, edhe fakti që ti pritesh kaq mirë me një grup i madh njerëzish, diku të 3000 vet në një sallë plot, edhe një mikpritje shumë e ngrohtë edhe gjatë gjithë turit, sepse ceremonia ishte një ditë, po turi vazhdonte gati 2 javë, dhe kishte takime të ndryshme. A prandaj tha Olsi pse do të kishim ditur akoma. Unë mësuam keq ose mirë aty, dhe po që sa patët mundësi të shkëmbenit ndoshta eksperjenca dhe me personat e tjerë. Po, kishte mundësi, sepse që organizuar turin në atë lloj forme. Madje jo vetëm me fituesit e këtij viti ne ishim gjatë gjithë kohës. Por kishte takime edhe me gjithë fituesit e viteve të tjera, ata që kishin mundur të vinin. Patjetër, dhe kjo është edhe një mundësi rrjedhëzimi, komunikimi, ndërlidhje edhe me nisma të tjera, të cilat qenë gjithashtu shumë interesante, shumë breslë. Si ishte pjesa e të mbajturit të një fjalimi atje, se ju shonë fjalimet tuaja, në fakt, edhe ka qenë shumë krenari që në momentin e parë që doli si lajm, dolin dhe fjalimet tuaja respektive. Po si është të mbash një fjalim në atë lloj peshës, është një peshë shumë e madhe? është peshë e madhe, është përgjegjësi e madhe, po është edhe emocion shumë i bukur. Unë edhe pse kisha përgatitur fjalimin, thënë 2-3 herë para në të njëjtën ditë, momentin që ti del aty ke një emocion tjetër, por që është një emocion i bukur, po mënyra se si do ta përçosh mesazhin duhet jetë e përzgjedhur mirë, sepse aty ke një audiencë botërore që të ndjek, edhe ke një vlerësim që vjen nga një çmim kaq prestigjioz siç është ky i Goldman, edhe mundohesh që përveç mesazheve kryesore që ti ke dhe punës që ke bërë, të inspirosh pa të motivosh edhe njerëz të tjerë. Ndërkohë ju keni këtë luftën deri tani 12 vjeçare që do të vazhdojë, Olsi e tha edhe vetë. Ju jeni koshient për këtë gjë. Kishte njerëz që kishin bërë prej shumë vitesh, ndoshta që u bërë shumë përshtypje përveç edhe zonjës që Olsi përmendi pak më herët. Kishte njerëz që e kishin marrë si kishin kaluar një jetë të tërë, le të themi. Fushatat për mbrojtjen e mjedisit
ndryshojnë shumë nga njëra tjetra. Mund të jenë të shtrira në kohë, po mund të jenë dhe të shkurtra me intensitet lartë. Vjosa në fakt i ka pas dyja, se këto 12 vjetë kanë qenë shumë intensive për ne. Në krahasimisht me fitusit e si vjetëshëm, të çmimit besoj që fushata janë ka qenë me gjata. Të tjerat që ndikun pak, por pak rëndësi ka kjo. Unë di fushata për shembull në Greqi që janë 44 vjetë tani. Po për një digë e cila është ndërtuar dhe nuk lejohet që uji të devijohet dhe të mbush rezervuarin. Pra ka është gati brezi 2,5. Ajo që kam lexuar unë është thonë tani Olsi dhe Besiana Vjosës. Ju etiketojnë, tashmë ju din dhe ju bashkëngjitin. Emri dyti im është Vjosa. Duke, do e ndjenje përjetoni këtë si është gati 1/3 e jetës, do me thënë 12 vjetë është 1/3 e jetës me Vjosën edhe jeta si i rritur, kështu që identifikohesh. Po aq shpesh sa ne kemi dalë publikisht për Vjosën dhe aq shumë sa kemi bërë për Vjosën, ne nuk mund të na shikosh të ndarë. Identifikohen. Çfarë do thotë ky çmim, jo vetëm për ju personalisht, po edhe për Shqipërinë, për kauzat e ardhshme, ndoshta flasë për fondacione ndryshme, për mbështetje që mund të japi ndërkombëtarët, si përkthehet? Fushata për mbrojtjen e Vjosës në fakt është një pikë referimi, është një udhëzues se si fushatat duhet të ndërmeren, duhet të ecin. Përpara është një mënyrë për t'i orientuar edhe organizata apo grupe të tjera veprimi në mënyrën se si fushatat duhet të pyqasen publikut, medias, grupeve të ndryshme, pra shkencëtarëve, juristëve që ne kemi përfshirë në fushat, por çmimi në vetvete pastaj patjetër që unë e thash edhe në fillim, nuk është se është vetëm i hyni personal, pa orëslepet personalisht, po del bërtej asaj sepse patjetër është një vlerësim edhe një shtys mëtej në njohje ndërkombëtare edhe të vetë parkut Vjosës, por në fundet edhe të Shqipërisë, besoj, patjetër. Është edhe një vëmendje e shtuar ndaj parkut, sepse në momentin që Vjosa shpahet park kombëtar, krijohet një përshtypje që tani puna mbaroi, siç edhe e tham, parku është aty dhe çdo gjë është në rregull dhe nga ana e institucioneve ka një rehati në këtë drejtim. Ndërkohë që s'është kështu dhe çmimi e tregoi që gjithë bota i ka sy tek Vjosa dhe tek parku dhe duan ta dinë se si po ecën. Kështu që është një shtysë e madhe për të gjithë palët që të bëjmë më të mirën për menaxhimin e parkut, ndërsa për pjesën e aktivistëve të tjerë them që s'ka model më të mirë edhe s'ka lajm më të gëzueshëm, edhe pse shumë betejë për mbrojtjen e mjedisit mund mos jenë suksesshme, por ama të jetë një dritë në fund të tunelit që nëse ti përpiqesh edhe mund të arrihet. Jep një lloj shprese pra. Jep një shpresë dhe fatmirësisht Vjosa ka pas, pra fushata e Vjosës ka pas gjithmonë disa gjëra që i ka motivuar njerëzit, ka pas gjëra për herë të parë dhe çmimi ishte një ndër të tilla. Bravo për herë të parë kur Shqipëria e merr këtë çmim e merr për Vjosën. Domethënë ne kemi qenë pjesë e saj, jemi shumë krenar edhe më bëhet shumë qefi që do të kemi mundësi që edhe të tjerë shpresojmë që të ndjekin jetat hapura. Keni bërë shembull. Po është shumë e drejtë, e vërtetë. Patjetër është kënaqëri kur shohim shqiptarë që arrin në maja të tilla dhe ishte shumë kënaqësi. Faleminderit shumë. Të ishte vërtet dhe të fortë në këtë betejë. Vazhdoni stoik. Vazhdojmë. Okej, super. Ikim në reklama, kthehemi pas pak.